Politikan, afarist, mjek, emra të rinj e të vjetër janë në listat me kandidat për deputet në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 28 dhjetorit. Partitë kryesore në Kosovë kanë listuar nga 110 emra që synojnë të zëjnë karriget e kuvendit të Kosovës. Qytetarët do të votojnë për herë të katërt brenda 2025-s dhe listat e partive mund të duken të zakonshme, por çka ka këtë herë në to? Do të ndalemi në disa elemente që i veçojnë listat për garën zgjedhore të fundvitit. Kandidimi i figurave që sapo i hynë politikës. Personalitete publike nga fusha të ndryshme javët e fundit u bën pjesë e politikës, duke aderuar në përparti. Të njëjtit tani synojnë të bëhen deputet. Subjekteve politike ju bashkuan emra nga arti, gazetaria, mjekësia e fusha të tjera. Një praktike tillë, sipas Naim Jakajt nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, nuk shihet në politikën evropiane, ndonsa ajo po bëhet e shpeshtë në Kosovë. Ka politikan ose ka të rinj që janë në parti politike, po që atyre nuk ju vije radha të kandidojnë dhe të shprehin qëndrimit dhe të masin vlerën e tyre në opinionin publik, për shkak që partia politike, kryesia e një parti politike vendos që të merr njerëz të cilët më shumë janë të ndërtuar mbi elementin e fshohtë sa me mbi politik bërjen e mirëfillt. Si ardhje të reja konsiderohen edhe ata që më parë ishin deputet të një partie tjetër. Ardian Kastrati ka qenë deputet i Partisë Demokratike të Kosovës në legjislaturën e 8 të kuvendit dhe kandidat i kësaj partie në zgjedhjet e 9 shkurtit. Më 28 dhjetor, ai do të jetë në listën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Shkumbin Demaliaj ka qenë deputet i AAK-s vite më parë e në këto zgjedhje garon për të bërë deputet nga radhet e PDK-s. Ndërkaq Andin Hoti, dikur deputet i PDK-s, tani është kandidat i lëvizjes vetëvendosje. Kandidatët e zgjedhjeve lokale, kandidat edhe në zgjedhjet parlamentare. Shumë politikanë që dështuan të zgjedhen kryetar komunash në zgjedhjet lokale, synojnë të fitojnë garën për deputet në fundvit. Refki Suma, Arber Ismaili, Beg Berisha, Vildane Latifi, Hajrullah Qeku e Uran Ismaili janë vetëm disa prej emrave që humbën garat lokale dhe tani garojnë për një vend në kuvend. Ngjashëm si ta nga zgjedhjet lokale ka përcyen tek ato parlamentare edhe asamblist nga partitë të ndryshme. Ata fituan vende në kuvendet komunale, por të njëjtat do t'i lënë nëse sigurojnë hyrje në kuvendin e Kosovës. Ky veprim po shihet edhe si pabesi ndaj votuesve të tyre. Kandidatit duhet të jetë i lidhur me atë çka përfaqëson, dhe në rastin aktual deputetët më shumë e shohin si kandidatë për deputet e shohin si karrierë çështjen e deputetit sa të politikë bërjes. Sepse është në rregull që një kandidat i caktuar të merr votat e caktuara për asambleë komunale, në ndërkohë të kandidoj edhe për zgjedhjet nacionale. Përfaqësimi i grave. Dhe çështja tjetër e fundit është ajo e përfaqësimit të grave, që vazhdon të mbetet përreth limiteve të kuotës gjinore, të përcaktuar me ligj. Asnjëra nga partitë kryesore nuk realizoi 50% e përfaqësimit të grave në listat për zgjedhjet e parakoshme, që të gjitha kanë nga rreth 40 gra në listën prej 110 kandidatëve. A do të ketë më shumë gra në kuvend, por edhe a do të rizgjedhen të njëjtit deputet që kishim së voni, apo votuesi do ta ndrojë pasqyrën parlamentare, do ta kuptojmë saktësisht vitin e ardhshëm.